Qëllimi ynë parsor, pra sot mbetet, që të identifikojmë pengesa strukturore, bështëqen koordinim dhe mundësi konkrete për përmirësim. Gjithashtu, synon që të krijojë një hapësirë dialogu konstruktiv ndërmjet palëve të interesuara, me fokus në forcimin e bashkëpunimit institucional dhe përmirësimin e identifikimit, përgatitjes dhe strukturimit të projekteve që mund të mbështeten përmes kësaj kornize. Po ashtu, dua të ndaj me ju që ndërkohë që ne po përmbyllim projektin Policy Answers, Instituti Reinvest është në nisje sipër të një projekti tjetër në kuadër të Horizon Europe, në bashkëpunim prapë me partnerë tjerë të Bashkimit Evropian. Aktiviteti sotëm mund të ndihmojë në identifikimin e elementeve konkrete që do të mund të adresohen me projektin e ri. Prej vitit 2009, kur ka fillu korniza investuese Ballkanit Perëndimor, kemi përfituar qindra miliona grante. Ka dhe grante të tjera të cilat janë në pritje të njoftimit përfundimtar të BE-s për heqjen e masave për fazën e dytë, që është paremëruar këtë ditë, dhe pra do të shtohen këto grante investuese, ndërsa parafërsisht vlera investimeve nëse do rritet të kostet totale e projekteve, pra edhe pjesës tjetër që financohet nga afat të ndryshme, kjo shkon në miliarda. Pra kemi të bëjmë një instrument që është jashtëzakonisht masiv për nga vëllimi i fondeve. Në të ardhmen kjo pritet me ushtu, me u rritë dhe matutje, si që dini me planin e rritjes. For various reasons, because the growth plan has 4 articulations. One is better access to the single market, and I think this in itself is something that is the most transformative driver of what we call unlocking the region's growth potential and further increasing convergence. So it's really the market access that I think can best do the job that Europe can actually offer. But above and beyond that, it is as well about additional financing that has been provided. And one is reform-based financing, meaning budget support, fiscal space provided to the government by achieving certain reforms. And the other 50% of the funding indeed is now additionally allocated to further increase the fiscal space for critical infrastructure public sector investments to be taken forward through WBF.